Ka filluar sezoni i vjeljes së udhimeve, periudha më e rëndësishme vitit për prodhuesit. Në Ullishtet ka lëvizje punë të shpresë për një prodhim cilësor. Ndër më të dalluarit është kompania Luçka Oil, e themeluar në vitin 2012. Pronari tregon për fillimet e tij dhe shprehet se përkushtimi dhe puna pa lodhur janë sekreti i suksesit të tyre. Gjithsesi interesimi fillon diku ndoshta edhe nga puna ime, me qenë se para 25 vite kam punuar në televizionin Teuta në kohën kur ajo kaloi nga Tuzi në Ulqin, llopat shokët e mi atje në Ulqin, pra se me dashuri ata merren me këtë veprimtari. Hulumtova pak le i bam do analiza të këtij trulli, se ne atë kohë këtu as nuk kite ullim pra në Malsi, besoj se jem pishtar dhe me matë partë i cili ka mbjell këtë lloj kulture. Në tokat e Luçka Oil ndodhen 3500 rren ullin, për të cilat kujdesi është i përditshëm. Ne kemi 1500 lloj, po përmes kompanisë Luçka pra këtu na mbizotrojmë me 3500 rroj, gjitha pra na i garantojmë prodhuesve tanë ngrubullimin e ullirit, aty ne pra të cilët dëgjojnë edhe aty ne që duan të punojnë ashtu siç lypet pra me standarde, se ideja dhe vizioni ynë është të prollohet cilësia më e mirë. Me ata jemi të njoftun pra si këtu në Malsi, por besoj edhe në barë shtetin e Malsi. Kompania është themeluar 15 vite më parë, tregon Nemini, i cili thekson se mbështetja më e madhe gjatë gjithë rrugtimit ka qenë bashkëshortja e tij, një bashkëpunëtore pa lodhur dhe krah i djathtë në drejtimin e biznesit. Në forcimin e brendit punojmë shumë, investojmë shumë, jemi të dukshëm, drejtoresha e kompanisë pra është e ftuar zakonisht në gjitha panairet ata që kanë të bëjnë me prodhimtari, atje ku flitet për suksesin e grave në biznis. Javën e kaluam ka qenë prezente pra dhe ka përfaqësuar Malinezi në një konferencë në Prishtinë. Ky vit ka qenë i favorshëm dhe prodhimi pritet të jetë cilësor, ndonse ky sezon ka qenë me prodhim më pak se sa vjet, por cilësia është më mirë. Prodhim ka më pak se vjet, domethënë ullir ka më pak, por cilësia duket se është më mirë, dhe ajo që është vojë që del nga ato është domethënë disa përqind kemi dalje më të mirë pra në këto ditë e para të punës. Tregojnë se edhe siç të kalojnë ditë për ditë më shumë, siç të kalojnë koha më shumë kemi me pas edhe vojë nga ulliri. Luçka Oil është shpallur vaj ulliri më i mirë në Maltëzi për vitin 2025.